Për tretin fitërallëzi Kalaja Adejes u kthyer në skenë një për aktivitete më të veçanta kulturore në vend me organizimin e dasmës me Skënderbeu të Donikës, një ngjarje që po shndërrohet tashmë në traditë për vallën e Dejes. Qytetarë të shumtë, artistë, përfaqësues institucionesh, klerik, arberesh dhe të ftuar nga treva ndryshme u bën pjesë këtij organizimi që risolli në kujtesë një nga momentet më domethënëse të historisë tonë kombëtare. Sonde nuk jemi mbledhur thjesht për të parë një aktivitet. Sonde jemi mbledhur për të kujtuar rrënjët tona, për të ringjallur krenarinë tonë dhe për të treguar brezave se historia, kultura dhe tradita shqiptare nuk harrohen kurrë. Dasma e Gjergj Kastriotit me Donika Ranitin nuk është vetëm një moment historie, është simbol i identitetit tonë kombëtar, simbol i bashkimit, i qëndresës dhe i vlerave që na kanë mbajtur gjallë ndër shekuj. Dhe fakti që sot kjo traditë rikthehet këtu në zemër të kësaj zone me histori e besim është krenari për të gjithë ne. Përmes këtyre aktiviteteve kemi zgjedhur të mos lëmë që traditat tona të mbeten vetëm në libra apo kujtime të së shkuarës. Kemi zgjedhur të rikthejmë në jetë, t'i bëjmë pjesë të përditshmërisë sonë, sepse ato janë pasuria më e madhe që kemi. Një popull që harron traditat, harron vetveten. Meshtari Domar Shtifni e cilësoi këtë ngjarje si një mënyrë të bukur për të përcjellë të brezderin, vlerat e familjes, bashkimit dhe trashëgimisë shpirtërore kombëtare, duke theksuar se historia duhet jo vetëm të kujtohet, por të jetohet përmes traditave. Sonte e kemi këtë gëzim të bashkohemi këtë vend bekum dhe plot histori, sikurse po thoshte edhe kryetari, për të njeh një shfaqje që tashmë është bën traditë e jona, traditë kulturore, sikurse është inskenimi i dasmës së Skënderbeut. E besoj që çdo vit me përkushtim, pasion dhe dashni për historinë e vendit tonë, ky grup artistësh dhe bashkëpunëtorësh na rikthen kohë, duke na bërë të prekshme ato ngjarje që përndryshe do të ngeleshin vetëm faqet e librave të historisë. Prandaj përmes teatrit, përmes kostumeve, muzikës, interpretimit, historia do të thotë që nuk lexohet më, por ajo jetohet. Më shumë si një aktivitet kulturor, dasma e Skënderbeu të Donikës është kthyer në një festë identiteti shqiptar.